Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë pyetjet e gazetarit Kushtim Sadikun e Kanal 10 për kryeministrin, që për mu këto pyetje nuk kanë kurfar efekte, nuk kanë kurfar logjike. Po shkojmë të ndëgjojmë edhe të diskutojmë së bashku miq të dashur. Respekt. Primet të cilat janë bërë veri. Ato çfarë i përmendët ju në fillim? Qëndrimet tona kanë qenë parimore. Pastaj edhe në gjithë pjesën tjetër që meni vapor mund që ju kuptova, operacion policor ushtarak. Po. Unë ju kuptova. Domethënë, qëndrimi ynë ka qenë parimor. Veprimi ynë ka qenë ligjor. Dobia e pamohueshme. Kur nuk kemi nisur prej asaj, aja vlen barra qiron. Por integriteti territorial, sovraniteti shtetëror, paqja, siguria dhe rendi publik janë të panegosjueshëm. Prandaj edhe më kanë votuar për kryeministër. Se me faqe ndryshe ka pas edhe politikan të ndryshëm. Po mu më kanë votuar për këtë gjë qytetarët e Republikës dhe unë besoj se në këtë kuptim kam qenë serioz dhe i sinqert. Por retroaktivisht, nëse mendoj tash, aja ka vletur barra qiron. Pra, a priori nuk kam menduar paraprakisht aja ka vlet barra qiron. Por sot mund të mendoj posteriori. E posteriori mendoj që ja ka vlet barra qiron. Ja ka vlet fort. 16% territori. Kushtrim, a kuptove bablu? Ti si gazetar nuk e ke ditë që Kosovës ju kanë kthyer 16% territorit? Apo që bone pyetje kot me provoku kryeministrin? Sepse kjo pyetje nuk do të më bë. Aja ka vlerë barra qiron. Si që pas ka vlerë borë? A kemi unë i përgjigje për këto që ka vëtë kryeministri tash? Apo veç po pyetje kot, pyetje tamam bashkë e heq. A ka vlerë barra qiron? Që mu kur unë pyete, domethënë kur e ndëgjova më fal, kur e ndëgjova, më do që kur unë pyete mu, në qytetarit thjesht, si kryeministri. Si guxon një gazetar, me guxon, po masane edhe s'guxon. Sepse si guxon ti me pyet kryeministri, a ka vlerë barra qiron? Hera e parë në histori shqiptarisë që e mojnë menna, që ju kanë kthyer 16% Kosovës. Edhe rrezikoj, as interesoj karrika, as kryeministria, as absolut frenoj, e mur, as që kaq. Nuk më intereson tha ke mu, tha karrika. Mu më intereson tha vendi jem. Ju opozit, që keni vesht, që pëngoni mrapa, ky punon për popull, ky nuk është i Serbisë, as i shkollët, as punon me shkollë. Por ndoshta ata të juft, që ju mendoni, që ju i doni, ata punojnë, se ata kanë thonë që s'është e joni, është kjo, s'është ashtu. Në ka falë Rankoviqës, 17 shfratat të mjallë Serbisë. Tash nuk po e di këtu kush është më i paqi. Ky s'po del ashtu. Ky javë shtërmëj. Ky javë tërjeku. Ata që ju e keni pru, shkohen në Urtibrit. A kemi të ardhur këtu? Kështu, tash jeni, fyni, boni çka doni. Shkojna me vidim, edhe pak. Sepse nuk ka kryer hala. Mund të ndryshuar. 9 stacione policore i kjerë rrotull kufirit. 37 rrugë ilegale kanë qenë, 29 veri kena mbyll krejt. Nuk ka më banka popullore e Serbisë, nuk është më posta dhe banka kushtimore e Serbisë. Të gjitha komunat paralele i kemi mbyllur, nuk ka në veri të Kosovës kriminal të mëdhej më, 3 prej tyre janë burg Ngërdoc, apo në 2 si shtrohet në mënyrë të popularizuar për burgun e sigurisë lartë, ndërkaq shumica dërmuese e tyre kanë ikur në Serbi, 3 janë vrarë në Banjsk para më shumë se 2 viteve, pra ja ka vletur barra qiron fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial. Kushtrim, apo vlog. A je ka kupton kryeministri apo thot? Fort kisha pas qef një përgjigje prej teje vëlla. Që e bone këtë pyetje kote. Me të vërtet jep kam thonë për cil gjithë, e për sidomos edhe kur kom blerëm gashi. Po çdo ditë kom për cil.
Amo, se ja bon ti kryeministit këtë pyetje, e ka ble Bora Qiran të jetu në Kosovë, të ditë se ju kanë kthyer 16% të Kosovës, nuk e di. Shkojmë? Janë zbatuar duke pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. E që do të Kosovë, zoti Paçan. Në fundit jam qërtuar unë, po dikush mund të mendoj që ka humbur ca Kosova, po unë besoj ato që e ka fituar si shtet është pakrahasimisht më e madhe e më e vlefshme. Iran. Kryeministër, o ty trufti madhe zot. O ty boft lula, e të mira, e shëndet, e tonat mirë të kësaj bote, mi ty dhe mi familjen tonë. I vetëmi jetë ti kryeministër deri sot, që i ka mendon për shtet edhe për popull. I vetëmi kryeministër. Se sa për gazetëri tonë, runa aza. Jo gjitha, po shumica për tyne po. Që kjo është e pa besueshme, është me të vërtet, është e pa besueshme, me menue, edhe me thonë opozita, me thonë kryeministit ti po në më sërbim. Jo. Nëse meritoni me thonë juve, nuk e di, s'po ju thonë, po ju jeni ata që keni falë toka. Ju jeni ata që i keni thonë ka 2800 hektarë. Ju jeni ata që i keni thonë këtë kjo opozitër. Ju jeni ata që i keni thonë këto në ka falë Rankoviqi. LDK-ja dhe ke 17 shatra me Leposavicin, halo, ma shumë, se do ke pak që kanë marrë, dhe i tash. Unë nuk e di. Unë veç e pysë opozitën. Peri Greqis, Maqedonis, Malit Zi, Sërbis, që na kufizohëm. Ama një shtet që i mon men dikush, që të shtete që oni për mena, që jenë zvoglu. Për pos Kosovës e Shqipërisë. E pse na zvoglu na? Për shkak tradhtarëve tonë. Tradhtarët tonë i kanë shit. Tradhtarët tonë e kanë të kurë Kosovën. Gjithmonë, pej Pellk i Ilirë Dardan, deri më sot. Gjithmonë tradhtarët tonë na kanë kajtë nonën. Gazetarët këtë pyetje du me apo kryeministrit. Pse na e na zvoglu gjithë? E këto tjera shtete jenë rritë. Jenë rritë për cilës tokë? Për tokës tonë. Ilirë Dardane. E për shpionat tonë, pa tjetër. Tradhtarë, që dush quj. Se një njeri që i thotë kjo s'është tokë jam, unë s'kom qëfar emrin një gjës tjetër. Vjena pe polare thotë jo më këto na ka Rankoviqi, ka dalë more mos e përdorën e fjalë të pist. Sa ka po baba ti tokën e Kosovës. Asaj tjetër vjen ullën ka rrik 2000 hektar po më sa gale. Ajo shkina e Bosnjës lëpke komun për Bosnjak. Kryeministri tha jo. Ramushi po, s'na bën dom kërgjeqe. Po që s'na bën dom, o i shkret, që s'na bën dom e. Qëtash s'na bën dom. Pas 50 vjetë ta lip krahin. Doha to i shkret. Se di që i kemi nuk e t'fjaldi. S'na bën kur që vetë vinë ka ri, po. Se jënë bo 4 miliard. Do të me apkojt në thika, po. Për dhe kë, bashkë me lisën sërbe, pa tjetër. Shturpi i botës, bre. Inshallah Zoti ja bjen kryet në mend. Ose met në kry. Se me qëllim e thash. Se ju e kam përzi, ju kam këthi kështu, jo ty për gjithve, që jenë kundër kësoj opozite. Apo opozite. Kështu një përzio. Që shpi përzi fjallë të në, që është një përzio. Nalë, stop. Ka dalbe? Unë shtyna për ty me karrik. A më për vatan. Kështu të me ko. Ju edhini shumë mirë, se toni një kone për Gjermania, Zvicra për kretë. Hahen, shtyhen, brehen, rehen për karrik. A më kërvje puna për vatan.
Në Gjermani edhe nacistat buën bashkë. Jo të kundërtën. I boni bashkë me shkije, me listën sërbe, bashkë, për me rëzu një partit Kosovës. Kon kryeministrin. Zotë ju marrë gjithve. AK, LDK, PDK, kur mos e allash Zotë me qeverisje më. A në pozit, po, gjithë moni po është ashtu në pozit. Të i bo gama. Qas keni kapacitetje. Mishë dashër, nashtat e prova pak, respekt, po pëjmë lefet gastaris. Mos më ju gëzu që ju këthy 16%, thot, pa e ka vlet Bora Qiran. Runa Zëmic. Respekt. Tash jo opozita shfrinu, shani, hajde, vazhdoni. Po së më interesën. Smera me ju heqen. Respekt, Mishë dashër.